serbët anti-shqiptar vrasës, gjakpirës e kolonizatorët Kosovës, që kanë sunduar në Gjilan, që kanë rrahur e torturuar, që kanë shëtitur në qendër të qytetit, në këtë shesh e në çdo skut, që kanë thënë se Kosova është djepi Serbisë, si Toma Popović, Dušan Ristić, Cane Perić, e të tjerë, por edhe tradhtar shqiptar në ballë me Ali Shukriu në klikën e tij, kudo që kalbën në Varreza serbën në Beograd e gjetju, por edhe të vdekurit të gjallë si ata, mbetje pushtuesish dhe tradhtarësh, duhet ta dinë njëherë për gjithmonë se anteu shqiptari parlamentarizmit, tribuni i kuvendit kombit, 5 herë ish i burgosur i politik, Titani Ramis Tërnica, sot është inauguruar në përmendore bronzi dhe populli e kombi i përullet me respekt dhe ndëron me dashuri të madhe mirënjohje të thellë.